Ben Blushi ka ndarë lajmin se do të dalë në treg me një libër të tij të ri, po tashmë me fotografi, i titulluar Unknown Albanian, shqiptarët e panjohur. Me anë një postimi në rrjetet sociale, shkrimtari thotë se botimi është një album fotografik me fotot përzgjedhura nga atë 3 vjet pasion që Blushi quan art të mrekullueshëm, i cili më ka quar në shumë vende të Shqipërisë. Ben Blushi tregon edhe arsyen pse ka zgjedhur ta titullojë Unknown Albanians. Këta njerëz më mësuan të fotografoj, prandaj ky botim është një lloj mirënjohje për ta. Titulli i librit është për me qëllim në anglisht, sepse do doja që këta njerëz që përfaqësojnë Shqipërinë e vërtet tua prezantuaja të huajve që vinë në Shqipëri, shkruan Blushi, i cili pasqyron jetën e thjeshtë shqiptarëve. Unknown Albanians ose shqiptarët e panjohur është libri më i ri që do promovohet në fund të këtij muaji, thot autori.